Reforma administrative u lançua si përpjekje dy partive politike për të rikorrigjuar reformën e 2014, pasi në të vërtetë, ashtu siç u nisi një ançme, ashtu u betis, u propagandua si një arritje e madhe, por nuk prodhoi asnjë rezultat. U propagandua se bashkitë e krijuara janë bashki të mëdha dhe të forta, por në rezultat dolën shumë të dobta me shërbimet publike. Në këtë kontekst, në fakt, një merit që e riktheu në vëmendje i takon opozitës, por shumë mirë dhe pozita që pranoi të ngrejë komisionin. Por, si gjithmonë në Shqipëri, gjërat nuk shkojnë ashtu siç duhet. Nga tetori-nëntori i vitit 2025 dhe aktualisht komisioni nuk ka funksionuar, por nga dhënat që unë kam të mërkurën e kësaj jave, komisioni do mblidhet, do bëj planin e veprimit, do listoj ekspertët, do filloj punën për të prodhuar një dokument për të paraqitur në Parlamentin Shqiptar për reformën e re territoriale administrative, vetëm për sa i përket sistemit territorial, ndërsa për sistemet tjera administrative, financiare dhe zgjedhore marrin pak më shumë kohë.